Një grua që përfaqëson guximin, vizionin dhe forcën e brendshme. Ajo në moshë shumë të re mori një vendim të madh të largohej nga vendlindja dhe të vinte në Gjermani me një ëndër dhe një qëllim, të studionte. Por jeta, siç ndodh shpesh, kishte plane dhe më të mëdha për të. Këtu, ajo gjeti jo vetëm arsimin, por dhe dashurinë, stabilitetin dhe një rrugë të re jetësore, me shumë punë, këmbgulje dhe zemër, ajo ndërtoi jetën e saj, hap pas hapi, dhe sot është një histori suksesi që frymëzon. Në këtë episod kemi kënaqësinë të mirëpresim një grua që është dëshmi se kur zemra, mendja dhe qëllimi bashkohen, gjithçka është e mundur. Mirë se vjen, Shkëndije Berisha Pacolli. Po edhe 350 metra afrohemi. Unë jam shumë kurioze të di çdo gjë rreth kësaj familje, sepse kam dëgjuar që ato jo vetëm që punojnë në një çati, si burrë e grua, por gjithashtu dhe jetojnë tre breza në të. Sa po erdhëm, tani të kërkojmë edhe të takojmë zonjën Shkëndija. Të bjem derës. Tek sa mbrim, dera hapet me një buzëqeshje, një pritje ngrohtë dhe e sinqertë. Ambienti i kuruar me elegancë dhe profesionalizëm, çdo detaj reflekton për kushtim dhe seriozitet. Dhe pastaj, një filxhan çaj mali, një aromë që zgjon kujtime, që të përqafon butë si në vendlindje. Sot kam marrë të bëj një bisedë me ju, shumë të çiltër, shumë të lirë, mbase pak jashtë atyre kornizave, si të njohen në rrjetet sociale plot 37.000 ndjekës, nuk jam pak. Po, faleminderit se kisha mendu këtë, mirë po që ashtu edhe të gjithë ata që edhe jetojnë me ju, interagojnë me ju këtu, operojnë me ju, por unë kisha dëshirë të mbase të shfaqim diçka pak më ndryshe, ose t'ju njohim pak më afër. Me dëshirë. Dhe vendosëm t'ju vizitojmë. Faleminderit edhe një herë. Ju jetoni për sa kohë këtu? Është një qytet? Po më themi, po Vergesi është një qytet. Këtu jetoj gati që 28 vite, se kom ndru këtu ka marrë për herë të parë ka marrë domethënë te familjarët. 28 vite këtu dhe nuk keni lëvizur fare. Jo, përpas në Kosovë. Okej. Më bërë diçka përshtypje, Shkëndije Berisha Pacolli. Po. Tek dera ishte Shkëndije Pacolli. Po sa të ka burri pastaj. Okej, Berisha është emri vajzës. Po, pikërisht. Po. Në rrjetet sociale mbani emrin double, të dyfisht. Të them drejtën, kjo është ka një arsye pse? E ka një arsye, vetëm arsye është kur e kam pas eventin e parë në Deçan, në femra duke gjinose djeve sot, dhe në gjitha ato paralajmërimet për mu ishë zakonshme Shkëndije Pacolli, edhe ata Deçanit fillun pse veç Pacolli, për arsye se po mendoj mos ndosh ndonjë politikani që po vjen me bo platformë për politikë ose diçka, kështu që ashtu më thanë
Berisha nuk është keq, edhe thash jo, okay, për mu mbi emni, ne bojmë mbi emnin edhe emnin, ne jemi ata që japim vlerë, mirë po nëse është kështu, atër pse jo. Okej. Dhe kështu rjedhi. Unë do kisha dëshirë të filloj me Shkëndije Berishën. Shumë vite më përpara, ku ka lindur? Nga vini ju? Unë vi nga një fshat i komunës Deçanit, që quhet Pozhar, dhe aty kam përfunduar shkollën fillore, në vërtet jo në Pozhar, për arsye se aty s'kemi pas shkollë. Shkollën fillore kam vazhduar, do të thonë kam filluar në fshatin Nirzniç, aty kam përfunduar dhe gjimnazin, pastaj kam lëviz për studime në Slovaki, pasi që babi im aty veç kish filluar biznesin e tij, kështu që aty pastaj... Nga Deçani? Nga Deçani, po, duke gjinazit. Dhe ju keni filluar studimet në Slovaki? Slovaki. Çekoslovakia. Çekoslovakia. Çfarë viti bëhet fjalë? Vitet 94. 94, po atër. Për sa vjet keni qëndruar atje? 3 vite. Do më thonë, kam qenë edhe më herët, për arsye se aty ishte babi, pastaj edhe familjarët, edhe mami ndjes post, pastaj... Sa vjeç keni qenë? 18 vjeçare, kur kam fillu studimet, mirë po me 16 vjet kam fillu t'jem, kur keshim për shembull pushime dimrore, pushime verore, atër isha në Slovaki, pasi që familje veç ishin shpërngull në Slovaki, mirë po une isha e vendos që të jo pa e kry gjimnazin, nuk largona prej Kosove, edhe kam qëndru pasaj të gjyshja, derisa kam përfundu edhe 2 vite gjimnazit, pastaj jam vendos në Slovaki. Jam pak e surprizuar ta dëgjoj, për shkak sepse kur flasim për vitin 1994, një vajzë, moshën 16 vjeçe, 18 vjeçe, i lejohet të largohet nga familja, kaq larg për të studiuar. Ka qenë kjo normale në familjen tuaj? Ishte diçka, ishte një tip revolucioni, mbas edhe në rrethin familjar, diçka e panjohur? Po, Bora, kjo është një pyetje shumë e mirë, për arsye se ka qenë me të vërtet një revolucion, jo për ato vitet, mirë po ka qenë një revolucion për arsye se unë, do të thonë, atë ambientin familjar, që kemi qytë për para në mahallën tonë, kam qenë... Pikërisht për atë po pyes, për mahallën. Po, kam qenë dhe jam vajza parë që mu ka leju shkollimi i matutjeshëm. Do të thonë, deri atëherë vajzat kanë vazhdu shkollimin deri në klasën e 4 fillore, ose deri në klasën e 8, do të thonë shkollën fillore, pastaj po 8 vjeçaren, pastaj nuk i kanë leju të vazhdojnë shkollimin, ndërsa unë me të vërtet kam pas fatin edhe jam shumë falenderuese ndaj mamit ndjerë, babit edhe krejt atyre që më kam mbështet që mu ka leju të vazhdoj shkollimin. Për cilën deg keni vendosur në atë kohë? Atër kanë qenë gjimnaz, kanë qenë shkencat matematiko-natyrore, përse para 30 vite ka qenë, do të thonë, këtë sistem tjetër shkollor. Dhe studimet në psikologji? Po, në Slovaki, pastaj po. Në psikologji. Po shko përsëri pas në kohë. 94, një vajzë në Deçani ka dëshirë të studiojë për psikologji. Në atë kohë, edhe sot nga njëherë, mendojmë që tek psikologu shkojnë njerëzit që janë të çmendur. Ose kanë fatkeqësisht, kanë probleme serioze shëndetësore. Por sot, ne kur shkojmë te psikologu flasim për një vizitë të shpirtit nga njëherë. Çfarë të motivoi në atë kohë të vendosësh të studiosh për psikologji? Mua personalisht dëshira në radhë parë kom fillu me lexu shumë herët, pasi që mami ndjes pas tash ajo kur nuk ka pas diçka tjetër dëshirë për pas librat. Ajo gjithmonë kur kemi dalë në qytet ka blevesh libra, për shembull këto Tolstoj, Dostojevski, Goethe, unë njo, do të thonë kur kam qenë shumë e vogël. Në atë kohë. Në atë kohë. Edhe aty kam fillu me njoft një botë tjetër, do të thonë disa botë kuptime tjera, disa perspektiva tjera, cilat nuk i shisha aty ku jetojsha dhe në jetën time të përditshme. Një botë e vogël. Një botë shumë e vogël. Një botë e vogël, me frikë, me shumë paragjykime. Ku ka një horizont aq të madh, nganjëherë është edhe është problematike dhe të ndash botën tënde me të tjerët, sepse nuk ke me kë e ndan. Pikërisht. Mbase ky është arsye pse ti ke vazhduar udhëtimin tënd në Çekoslovaki,
dhe mbas Çekoslovakisë vendoset vish në Gjermani. Po. Ke qenë 21 vjeç. Po. Pikërisht. Të mbahet mund nata e parë që ke qenë këtu? Sot paske vendos. I kam vetë si të me latë. E kam vetë shumë vështirë të bëj këto pyetje. Me më këthyn po. E di sa të rëndësishme janë, jo vetëm për ne të dyja që po i bisedojmë, po për shumë vajza që janë atje jashtë. Dhe pikërisht të bisedë sot doja ta bëja të mora në telefon dhe thash dua ta bëj me patjetër në fund të janarit, sepse e dim sa i vështirë ka qenë ky muaj. Për shumë njerëz. Por hap pas hapi gjatë intervistës do kalojmë edhe në pyetje të tjera. Pse nuk kam dëshirë të prek, thjesht kam dëshirë të ndaj disa mesazhe për ato që na ndjekin, që nuk janë vetëm. Ky është sepse është një nga problemet më të mëdha që kanë njerëzit që shpeshherë mendojnë që janë vetëm me problemet e tyre, por shpeshherë gjejmë dikë që thonë, ky që nga i ngjashëm dhe befasi marrin pak forcë. Prandaj po të pyes, sepse kemi shumë vajza që vinë në Gjermani për momentin, lënë vendin, nga Shqipëria, nga Kosova. Si e ndjer ti? Atë natën e parë. Sa e mora pak vetëm, pra duhet me shpresova që pe haron këtë pyetje. Jo. Me të vërtet ka qenë një kohë shumë vështirë. Ka qenë vërtet për arsye se kur kam marrë këtu në Gjermani kam marrë vetëm. Kam marrë si një vajzë e re, kam marrë vetëm pa familjar, pa mbështetje. Ndoshta i kom pas, nuk e di sa marka i kom pas me vete. Nuk ka qenë e lehtë, as pak. Çfarë të motivonte? Çfarë t'jepte forcë? Vizioni im, cilën e kisha që nga fillimi që të studioj, të bëhem një profesioniste e mirë dhe të kthehem në vendin tim, të kthehem në Kosovë dhe t'i mbështes shumë gra, cilat kanë pas fatin e mamit tim, cilat kanë luftuar me çrregullime të shumta mendore, si për shembull tash menopauza ose çrregullime ankthi, depresioni dhe nuk janë kuptuar as nga familjarët, as nga rrethi, edhe e vetmja etiketë cilën atyre ju ka vu ka qenë lesa është e trend. Kjo më ka dhimbë, domethënë këtë dhimbje e barti prej fëminije, edhe kjo ka qenë vizioni im dhe kjo më ka mbajt edhe gjithmonë kam thonë në rregull, pa marrë parasysh këto në vështirësive, unë e di pse po marrë edhe do t'ja dalë. Edhe ja dola? Dhe ja dola? Jo, sipas planit, po. Jo, unë për mendimin tim ja ke dalë shumë bukur. Unë në rrugës që erdha këtu, tash jam shumë kurioze për këtë familje, për shkak sepse në një çati nuk punojnë vetëm burrë e grua, por jetojnë 3 gjenerata. Këtë pasqyron dhe në rritet e tua sociale. Femrën e fortë, në biznes, profesioniste, shumë familjare, edhe shumë të bukur. Dëshira për të krijuar familje këtu në Gjermani, sepse vizioni ishte për të kthyer në Kosovë. Re në dashuri këtu ta rrëmbeu zemrën Zoti Pacolli. Edhe ta ti duhet rish këtu me mua. Unë na veç kur e bisedum këtë, domethënë këtë takim të sotëm, tham i premtu njëna tjetrës që kemi qenë shumë sinqerta, edhe unë zakonisht kam dëshirë me qenë shumë transparente. Domethënë veç e kam marrë, kam marrë me plane tjera, të shkollohem, studioj mirë, po fati jeta më solli plane tjera, për cilat nuk jam pendu kur, nuk jam pishman, për arsye se thuhet se jeta jetohet përpara, mirë po e kupton pse qysh tek, është veç kur shishon mbrapa. Kështu që për gjitha ato vendime të cilat i ka marrë si për martesë dhe të qëndruarit në Gjermani,
nuk pendohem për arsye se unë pastaj kam insistu, kam marrë edhe familjen time, prindë e mi, vllaznit, motrën, e cila ka qenë Slovaki, ka qenë 7 vjeçare atëherë. Mami ndjes pas ishte prap e smur. Edhe motra kisha harru komplet gjuhën shqipe, edhe i ku marrë krejt në Gjermani. Edhe kam qenë një farnyre, këtë fjallën më viktimizu, nuk e preferoj, mirë po... Ke shtyllë shtëpis? Kam qenë atër ajo shtylla e... Ke qenë ai person që ua jep dorën se unë isha e para, unë erdha e para në Gjermani. Duhet ta cek se në atë kohë dhe filloi lufta në Kosovë, dhe më thanë vitin 98, 97, 98, veç ish, dhe më thanë veç filloi lufta edhe po doja, nuk se kisha mundësi. Aty ish, dhe më thanë në Kosovë ishte ende gjyshja, ta shëndjer edhe vllau, mirë po pasaj edhe ata erdhen. Pikrisht edhe mamin ndjes pas dhe vllaznit atër me ato të holla cilat e kishim kursy për studimet e mia në Gjermani, shku diku tjetër, si që thashtë dhe ma herët jeta veç mo një kohë tjetër. Ka që një sfidë shumë e madhe, një kohë... Po që ja ka vlej. Ja ka vlej, shikoj. Qa po shikoj po më pëlqen shumë. Atëre, ndërkohë, ose le të themi pas studimeve, ose pasi ti dhe suportin që ke dashur familjarëve tu, ndërtove dhe familjen tënde që përbët nga burri jot, ju jeton me burrin, po, ti je një nuse që jeton me vjerrën. Po. Vërtet po. Vjerrën dhe 2 vajza? Po. Dhe 2 vajza. Si është jetosh 3 breza në një qati? Prap, por në sinceritet, në transparencë. Sa kënë zonë në gjithë mirë, po ndohet. Po, si që po shijet. Pëlqen. Nuk është e letë, thëmë drejtë nuk është e letë. Mendoj që mas vështirë është për burrin, për arsye se ai jeton me 4 femra, dhe me 4 femra, në vërtet me 3 femra, cilat njëra është në pubertet, vajza e vogël është 15 vjeçare në pubertet, gruaja veç ka fillu me në pauzë, ndërsa nona moshës 3 gjenerata cilët, mirë po fatmirësisht, fatkeqësisht, mirë po si ta shohësh njërin anë, mirë po për të fatmirësisht, për arsye se ata është i pambarur, nuk është që është shumë në shtëpi, kështu që këtë bara mbetet mbi mu. Po unë mendoj që kjo dinamika ose marrëdhënia vjerr-nuse nuk është diçka personale. Marrëdhënia vjerr-nuse është më shumë është sikur pozita dhe opozita. Mirë po, pozita nuk bën pa opozitën edhe e kundërta. Me vjerën kam fatin që kur ajo ka qenë pozit, unë e kam majt me dignitet opozitën, edhe e kam shfrytzu ato shanset e mia, benefitet e mia, që ka unë interesat e mia një farë jom shkollu, i kom ndihmu familjes, mirë po nuk është që më ka pengu. Ndërsa tani, kur ajo e ka arrit një mosh, kur unë e tash komar në pozit, ajo është në opozit, edhe ajo, dhe me thonë, më ndihmon, edhe është e ka pranuar rolin e vetë edhe kemi komunikim shumë të mirë, e respektojmë shumë njëra tjetrën, përpos asaj ajo ka edhe 3 djemë këtu, edhe 2 djemë tjerë, edhe vajzen, dhe më thonë këtu në Virges, kështu që kur mërzitet të unë mundit të shkon edhe 8 djemë tjerë, kështu që e gjojmë një farë paqe. Mirë po, jo, të thëmë drejtan, kemi komunikim shumë të mirë. Doja sugjeroje këtyre nusave të reja, tjetojnë me vjerën? Unë personalisht, unë po thëmë nga ona subjektive... Këtë pyetje po e bëj kam dëshirë të kem dhe një përgjigje si profesioniste, jo vetëm si shkëndije, nga bazuara në eksperjencat e tua, por bazuar dhe në profesionin që ti ushton, si këshilltare e psikologjisë. Pikrisht, unë si këshilltare e psikologjisë e preferoj të jetosh me vjerën, është jo sukses në atë mënyrën tash që e shohim nga ana kulturore tradicionale, mirë po nga ana psikologjike mund të kesh veshtmira. Për arsye, më kujtu një fjalë, ne kosovarë thojmë vjera është organi nusës. Do më thonë, për vjerës mundesh me pas veshtmira, nuk i kur gjatë këshia. Mua më pëlqen ideja të jetosh me vjerën, pikërisht për atë që the dhe më përpara mund të ketë benefita shumë të mëdha, por nuk mendoj në asnjë mënyrë që mund të jetë e dëmshme, qoftë edhe për një jetë bashkëtorë. Të dalim pak në profesion? Po,
Po, me dëshirë. Unë jam me zi po pres, për shkak sepse ti ushtron një profesion këtu në Gjermani që është shumë i vyshëm, sidomos kohëve të fundit, këshilltare psikologjisë. Çfarë më bë më shumë kurioze është si e pranojnë shqiptarët, sepse dëshira jote dhe targeti i klientëve ku ti operon janë shqiptarë. Po, shumicën. Mua më është dukur faktikisht kur e kam dëgjuar për herë të parë, nuk e kam besuar. Kam thënë nuk ka mundësi të shkojnë shqiptarë tek psikologu në Gjermani freiwillig. Domethënë vullnetarisht. Por që nga e vërtet. Pse me shqiptar, kjo ka qenë edhe nga gjithë, që që thash më herët, që kur kam fillu, domethënë të pavarësohem, mos puno me shqiptar, qysh po do me fillu me shqiptar, nuk ka me të vizitu kërkosh. Je kritikuar nga të tjerët. Edhe më kanë rekomandu. E kjo pak, unë jam pak tip që në qëfëse ma thu, kundërten, unë jam asi tipi, dhe më thënë, kam preferenca karakteristikat karakterit që du me... Du të hullumtosh, do të aprovosh vetë, do të pësh eksperiencat e tua. Pikrisht, mirë po, dhe më thënë, nuk e marë me do e mos këshillen e dikujt i marë, mirë po, prap e kam atë mendimin kritik edhe dua, dhe më thënë, ta bëj unë atë eksperiencë. Se edhe kur ka marë në Gjermani mas pari, dhe më thënë, para gati tashti 30 vitev, krejt këshillat matë mdoja që ka i ku marë, më ka thonë, mos rri me shqiptar. Parësyes unë si vajza re, thash ku marrë vetë, mos rri me shqiptar, mos del me shqiptar. E kjo mu ka duk shumë, jo veç absurde, por mu ka duk edhe dhimshme. Qysh unë shqiptar, e ka marrë në Gjermani, kam nevoj për njerëz të mi, kam nevoj për komunitetin tim, socializohem, edhe do më thanë këshilla e vetme që mu ka dhenë në ato ditë, në ato kohë, ka qenë mos rri me shqiptar. Pastaj kur fillova, mos filla me punu me shqiptarë, se s'ki me pas punë, nuk ki me pas shumë probleme, për arsye se ata vinë veç për atest, për një vërtetim. Për një vërtetim, pikërisht, po nuk është e vërtet, ka rezultu komplet e kundërta. E kundërta, çfarë janë ato problemet kryesore, edhe kam shumë dëshirë t'i ndaj, që kanë femrat shqiptare? Ngarkesat që sillin me vete. Femrat shqiptare, unë mendoj që njerëzit, po edhe posaçërisht femrat, gratë janë të njëjta në tërë botën edhe kanë problemet e njëjta. Mirë po nga nëse nisim nga ana kulturore edhe tradicionale, atër unë kam një grup mosh që ka mas shumë të vizitojnë, janë të moshës 20 të rinë moshës 50 vjeqare, janë gratë cilat gjenë ratës dytë, gratë cilat kanë sakrifiku shumë, gratë cilat kanë sakrifiku në ratë par andrat të tyne, kanë sakrifiku për fëmijët e tyne, pasaj do më thonë kanë jetu edhe me vjehri një pjesë të tyne, pasaj ka qenë lufta, kanë kontribu edhe financiarisht shumë në Kosovë, pasaj kanë pas shumë njerëz që kanë qenë pasaj si refugjat, do më thonë kanë pas shumë kriza edhe shumë sfida, një që ato kriza ose sfida mja të regu një psikologu gjerman nuk i kupton, po dhe nuk i beson, qësh mundet një gru do më thonë me qenë sfidume, të i kalu gjitha këto çrregullimit, këto sfida, edhe me qenë prap normal. Arsyeja e të sjellurit një femër shqiptare që vjen në diasporë dhe kontribon kaq shumë për Shqipërinë apo Kosovën. E shohin më shumë si ose si e shohin ato? Shohin më shumë si borxh? Pikërisht, po. Këto se nuk e përfundova. Fjalë tjetër nuk gjeta, vetëm kjo më erdhi shumë mirë. Shumë natyrshme. E shikojnë si borxh, ja kanë borxh. Pikërisht. Tjetër gjë nuk po më vjen në mendje. Shumë mirë the. Bash dje kisha 3-4 kliente që u përmend kjo fjala borxh dhe kom shënuar pak me studiu këtë fjalën borxh. Domethënë, ne kur bëjmë diçka për tjetrin, i kemi pritshmëri shumë të mëdha si popull. Fatkeqësisht këtë pritshmërin unë të kom bo ty mirë edhe ti tash duhet ma kthy edhe ti duhet ma kthy me të njëjtën moment. Kjo nuk rezulton gjithmonë. E mira që kanë thonë përpara zi që shtojmë sigur gjujën deti edhe nuk humbet. E pikërisht kjo është do të thonë problemi më i madh i ankthit dhe frikave të ndryshme të grave, cilat
te unë vinë prej moshës, do të thonë 40 deri në moshën 50 vjeçare, është edhe një kohë e menopauzë, mirë po kanë shumë lef, kanë shumë pishmane, kanë shumë borxh, do të thonë kanë pritshmëri të mëdha ndaj familjarëve, ndaj fëmijëve, ndaj bashkëshortit. Pse unë kom bo ëndrat pajetuara, pse unë kom bo shumë, tash nuk po ma din burri, nuk po ma din ata në Kosovë, nuk po ma din fëmija. E kjo është, do të thonë, një pjesë që kur shprehet, kur flitet, për atë transformohet. Se dhimbja e cila është e mbyllur, do të thonë, e dhimbja që nuk shprehet, o dhimbja shpirtërore, ajo është plaga. Pse sakrifikohet femra shqiptare kaq shumë për të tjerët? Unë mendoj këtë vetëflijimin e si gra shqiptare kemi në gjen. E kemi në gjen. Është proces edukimi që ne mësojmë? Po. Unë mendoj që është proces edukimi, mirë po nuk ka qenë edukimi keq, nuk është që ka rezultu keq, do me thonë, ne jemi me gratë shqiptare, nuk e di pak unë këtu ndoshta pak e teproj, mirë po mendoj që me gra shqiptare nuk ka, jemi shumë gra të forta, jemi gra shumë tanshme, shumë llojshme, jemi shumë, do të thonë, adaptohem shumë shpejt, socializohem shumë shpejt këtu në Gërbet, e mësojnë gjuhën shumë shpejt, inkuadrohen edhe janë shumë të shkathta në çdo punë që ja nisin gratë shqiptare ja dalin. Çka unë tash e shoh, do të thonë, ne pak kemi fillu, ne nuk kemi qenë kur princesa në atë farë mënyrën e edukimit. Mirë po tash kemi fillu po nisna prej vetës, me eduku me rrit princesa. Shohim pak më shumë veten. Po, mirë po kjo kultura vetëflijimit nuk ka që është më si përpara. Mirë po unë personalisht nuk e shoh që ka qenë e dëmshme. Mendoj që... Po me burrat. Burrat si kemi? Ose me çfarë problematika zhvin ata tek ti? Burrat, kur gjo nuk janë gratë shqiptare të mira, çka janë burrat shqiptarë? Unë mendoj që burrat shqiptarë kanë një vlerë shumë të madhe se janë shumë familjarë. Janë shumë familjarë. Unë nëse e muj edhe e kom pas rastin edhe muj këto me thonë e kom po një analizë personale gjatë profesionit. Burrat shqiptarë dhe kultura burrave gjerman dallon shumë për arsye se burri shqiptar vetëflijohet më shumë se gruaja për familjen, për fëmin dhe për familjen e vet. Bile më përpara ka qenë edhe për krejt fisin. Që një beson ti tek që mosha është thjesht një numër, tek e shpreh që mosha është thjesht një numër dhe ne mund të fillojmë në çfarë do lloj moshe të mësojmë çdo gjë, të fillojmë dhe njëra nga e para? Po. Aty nuk mendoj, mirë po unë jam shembulli më i mirë që kam fillu sa herë në jetën time nga zeroja, ndërsa herën e fundit, do të thënë kur jam bëha panvarne, unë i kam pas 46 vjet. Edhe 46 vjet, po tash 50 kom plotsu, do të thënë 47 vjet kom hap ordinancën, edhe kom fillu me të vërtet nga zeroja krejt paret cilat i kom pas të kursyme dhe secili ka qenë kundër, pse po e ban, nuk e ke nevojën, asin nevojën financiare, mirë po e kom po, për arsye se e kom ndjen shpirt, edhe ka rezultu që kam pas drejt. Edhe mosha me të vërtet është veç një numër, edhe kur mundem unë, pse jo tjera. Ti këtë e ke dëshmuar? Ajo jam unë. Vërtet, ajo është me të vërtet, krejt aty që ka flitet është një pjesë e shkëndisë. Ato nuk janë, do me thonë, të huazuara ose veç nga klienteja, mirë po janë trauma, sfida, tema, krizat jetës temet, cilat nuk ka mujtë mi përbunu ndryshe, i përpunoj përmes rrjeteve të mia sociale, edhe për mju të regu tjerëve që nuk je vetëm, sidomos grave. Mirë po ashtu, qëllimi, misionit tim, profesionin tim, është që të kontribuj diçka në sensibilizimin e shëndetit mendor. Po ashtu në ruajtjen e identitetit, do me thonë mos të asimilohemi, identiteti është një gjë shumë e vlefshme për neve. E ne si shqiptarë, do me thonë tash gjeneratën e tretë, unë pasi që nuk e pata mundësinë mu kthy në Kosovë, mujt kontribuoj këtu diçka. Edhe atë kam pas, do me thonë e kam si një farloje si mision. Mirë po, ne e cekem fillim bisedës që do me thonë stagnimi për shëndetin mendor tek ne shqiptarët është
ende pak më i dukshëm se te kultura tjera, për shembull sikur te gjermant, dhe në këtë mënyrë kam menduar që nëse populli tim, audiencës time, nuk mund t'i them diçka direkt që duhet, kjo duhet pastaj të sforcon. E përmes videove, përmes pak edhe në mënyrë pak teatrale, pak edhe në mënyrë personale, që me arrit të audienca që ata me po që nuk s'ka kurrë diçka tragjike, pas ka njerëz që pasan përjetu këto para meje, edhe dhe unë ndjej njëjtë. Pikrisht, edhe unë mundona dhe më thonë në atë stacionin cilin unë kam qenë para 28 vite kur kam marrë në Gjermani, se kur kam pas lindjet e para, krizat e mia njët, ankthin, mundohem që në atë stacionin ku unë kam qenë, themi, para 10 vite, të marrë me vete sa ma shumë klient, ose jo klient, po njerëz cilët e gjojnë vetën dhe thojnë, okej, nuk s'qenë këna vetë, edhe shkendia, edhe XY e pas ka pas. Për arsye se ankthi me ankth sfidohemi të gjithë. Do të thonë, unë nuk mendoj që ka ndonjë njeri në jetën e vet që nuk është sfiduar dhe që nuk e ka përjetuar frikën pak ma, do të thonë, pak ma intenzive edhe ankthin. Kështu që kur jemi bashk, kur do të thonë bashkëpunojmë edhe e plotësojmë njëri tjetrin, edhe kështu mendoj që shëndeti, do të thonë kujdesi për shëndetin mendor, atër bëhet pak më i lehtë. Më i lehtë, po. E sidomos në gjuhën shqipe, atër është edhe më efikase. Për arsye se emocionet nuk përkthehen. Shpirti nuk mund të ka gjuhën e vet, pikërisht. Edhe kjo është, do të thonë, një ndër qëllimet e mia, të cilat kanë qenë të brendshme, edhe i kam ndjek këtë, do të thonë, këtë vizionin tim të brendshëm e kam ndjek, edhe këtu jemi. Ke dhënë kontributin tënd në këtë sferë, si këshilltare e psikologjisë, si nën, si grua, si shoqe. Mirë, por nuk mungon edhe kontributi jot në një nga unionet më të rëndësishme të biznesit këtu në Gjermani, ku je dhe pjesë e kryesisë. Po thuaj se je, jo po thuaj se je, po në kryesi je vetmja grua. Po. Çfarë ndjesie ti jep kjo? Për pas që është privilegj për mua, të them të vërtetën, është shumë i privilegj që jam në kryesinë e Unionit të Bizneseve Shqiptare Gjermane, ndjehem mirë, mesin atyre burrave që janë shumë suksesshëm, mesin atyre burrave të cilët më kanë prit shumë mirë, kam gjetë veten si një familje, edhe do të thonë kanë shumë respekt për mua, kujdesen për mua, pasi që edhe jam e vetmja femër, me të vërtetë për ata dhe thash që burrat shqiptar din të respektojnë, din të vlerësojnë, për ata jam shumë mirënjohëse. Jam prit shumë mirë edhe shpresoj që të kemi edhe më shumë gra të inkuadrohen, për arsye se qëllimi i Unionit Bizneseve Shqiptare Gjermane, do të thonë, është rjetizimi i kompanive në Gjermani mes shqiptarëve, mirë po sidomos me Kosovën, Shqipërinë edhe vendet shqipfolse. Mendon ndonjëherë të rikthehesh në Kosovë? Po ku tjetër? Kjo është ëndra më e madhe që e kam, edhe po shpresoj, mendoj që kjo vajza vogël tash 15 vjeçare, kjo ka nevojë ende për mua, e madhja i ka plotësuar 24, mirë po e vogla ka ende nevojë për mua, sidomos është në pubertet, mirë po pas një kohe, unë që kam planifikuar plus minus moshën 55 vjeçare, ose para moshës 60 vjeçare, është një dëshirë imja e flakt që të kthehem në Kosovë dhe t'jem atje. Kemi plane të mirëfillta për të ardhmen. Po, shpresoj. I bie në një 5 vjeçar të ardhshëm. Po. Shkëndia, unë pata një bisedë shumë të ngrohtë me ty, këtu dhe shpresoj që për gjithë ata që na kanë ndjekur të kemi përcjellur atë pjesën, një pjesës të asaj që edhe njohin, por mbas edhe nuk njohin në rrjetet sociale. Unë kam dëshirë të shkoj për një hapësirë të shkurtër publicitare. T'ju kushtoj vëmendje atyre që na mbështesin dhe rikthehemi pas pak.
nisni një udhëtim elegancë dhe aventure me shërbimet tona. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhëtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell. Wow! U kthyem pas një hapësire të shkurtër publicitare, faleminderit që qëndroni me ne, por në këtë rast dhe ja ka vlejtur. Kjo është shtëpia e Shkëndijës, e cila ne na ka ftuar për një darkë, por me një kusht. I thash vetëm nëse mëson të bëj byrekun, sepse unë nuk di ta bëj, të paktën të hap 2 apo 3 pet. Mos më shko atje, hajde me mua se dua t'i tregoj një gjë shumë bukur. Kjo është me siguri një lodër e Zotit Pacolli. Po e pas ka paketuar shumë bukur, po ecim pa leje, ndërkohë, por shpresoj mos na thonë gjë. Wow! Bezi pres ta shikoj këtë shtëpi nga brenda. Është faktikisht një nder shumë i madh për mua, duhet të them që është intervista e parë, e cila unë e bëj në Gjermani dhe jam e ftuar në shtëpinë e dikujt. Ndjehem e sigurt, pas ka dhe 2 luener. T'i bijem derës si të ne. Mirë se vjen! Mirë se ju gjeta, mirë se ju gjeta. Se kom përgatit diçka për ty. Unë kam pasur kënaqësinë më të madhe të hyja këtu në borën tuaj. Madje edhe prezantova pak. Faleminderit. Makina më pëlqeu shumë. E ke zgjedhur ti? Jo, është e burrit. Unë bile as pra, është një lodër e Zotit Pacolli. Idealit të madh. Idealit të madh. Lodër, do të thotë se burra zakonisht sipas psikologjisë, lodrat më të mira i kanë veturat. Po. Kështu që është e ti. Unë bile as që e kom vëzit ndonjëherë, për një klip më doket njëherë, po jo. Jo më shumë. Bora, mirë se erdhe edhe njëherë, ko përgatit diçka për ty direkt. Wow, direkt për parse. Unë tash në pauzë, duhet kujdesem edhe si jam vise. Sot është në plan me përgatit borek, për arsye se kom një mikë ma ka sjell gjizë prej Shqipëria. Edhe në qoftë se s'ki asgjë kundër. Wow, jo më pëlqen jashtë se shumë madje. Ha, si ju dukem? Sa mirë po tren këcilja, Bora dhe ta pasna përshtat me outfit. Ne themi për parse. Për parse, në realitet edhe ne, për parse, mirë po gjuhë letrar për hapë shpet. Edhe pse zotroj shumë mirë, duhet me thonë. Po, nese duhet i dim. Wow! Këto dorezat janë për mua, bësa? Pikrisht, një par për ty, se tash unë jam pauzë në realitet, po pauza për gratë shqiptare nuk është si për gratë përëndimit, që të shkojnë për drejk diku. Spaku po flasë për vetën edhe për shumicën e grave këtu që i një. Shkëndijët i vjen nga puna, që është në anën tjetër të rrugës, vjen këtu, gatuan. Gatuaj, edhe e kam ashtu, dhe më thanë që jo prioritet për po zakon, to e kam edhe prej vjerës pastaj, që spaku një shujt, ose një vak, që shtojmë na, t'jemi bashkë, krejt familja. Se në ora 4 vjen goca vogël. Të vinden vajzat, vinë dhe ato, sa ato zakonisht kanë ato aktivitetet e tjera. Në ora 4-5 duhet t'jemi gjithë bashku, të hajmë një shujt bashkë, bisedojmë pak pa telefona, këto paka shumë e kam prioritet, ndërsa edhe në vikend djelen, gatuaj mëngjes tradicional, kështu që kjo është për mu shumë rëndësi, edhe për këtë vinë në pauzë edhe mundohem paka shumë përgatitje edhe para se të vi, kjo është për ty Bora. Unë do të shikoj si e bën ti, edhe
Unë do të kopjoj. Gatuani vetëm shqip? E kthen dhe njërë nga ana tjetër? Apo jo? Mund është dhe kështu, bora? Edhe, po, ndoshta duhet pak. Gatuajmë ushqimin tradicional, zakonisht ne shqiptarët e kemi pik dot. Si të duke? Shumë mirë. Kesh bashkë është të shiqu shumë mirë. Unë e thash edhe më herët, gratë shqiptare e kapin shumë shpejt. Po. Shumë shpejt mësohen, shumë shpejt adaptohen, shumë shpejt stabilizohen. Kjo rrotullohet dhe njërë shumë duket. Po, mundesh, po, pasi ta bësh pak më të madhe. Po, edhe vazhdojmë kështu. Kam dëshirë të bëj një pyetje. Veç vazhdo ti. Nuk kisha guximin të ta bëj në ordinancë, për shkak sepse ishim selluar dhe pak në ato pyetjet tona profesionale shumë serioze, por nuk iki dot pa ta bërë. Ke qenë gjithmonë kaq e bukur? Apo je bërë dhe ti si Vera, duke rritur moshën edhe duke u bërë akoma më e mirë. A jem skuq tash? Pas këtij komplimenti? Jo. Faleminderit për komplimentin në radhë. Por unë mendoj, thuhet, në psikologji thuhet, nuk e di Nietzsche, po më duket e ka thonë që pas 40-ave, bukuria e mbrëmshme del jashtë. Deri në moshën 40 vjeçare ne jemi të bukura se mos një gratë, se mos një gratë shqiptare, e kemi nga natyra, mirë po është pasaj prej natyre ose ta ka falë Zoti, nësa pas 40-ave ajo mbrëmësia fillon me dalë jashtë. Edhe për atë arsye unë mendoj që a ki po janë disa në moshë tretë që është të bukur, është lezetshëm, mirë po është mbrëmësia atyne. E ndoshta kjo mosha 50 vjeçare ose prej 40-ave shumë e mirë për arsye se njeri reflekton, njeri fillon të falë shumë njerëz, fillon vetë zhvillimin, vetë të reflektoj mbi gabimet, përvojat, jetën, çka dua, kush dua të jem më vonë, edhe mendoj që kjo ndoshta më ka jap këtë. Jo bukuri, po është një farë sigurie, një farë urtësie e gjeta. Da më thonë, urtësia që ka qenë dhe për mu shumë rëndësi, urtësia, sepse ne kemi si shqiptarë, si në gjene kemi atë urtësinë shqiptare, si është shpirti kolektivi shqiptarisë. E mendoj që këtë urtësi, nëse ne fillojmë ta zbatojmë edhe ta pranojmë vetën kështu që jemi, me identitet, me autoritet, me autenticitet, atër e arrimat pjesën bukuria vjen nga brenda. Po, Carl Gustav Jung, dhe më thënë, kur e plotësojmë vetën, jo, po kur ja pranojmë vetës edhe ato anë negative që i kemë. Se asnjë njeri nuk ka karakteristikat mira edhe të këqija. E mirja edhe mira edhe keqja është relative, kështu që kur e pranon vetën si person me të mira, me të këqija, në rastin të tash si gru, atër mendoj që kjo është kelqen jashtë. Ndoshta veç kjo është. Për ndryshe Okej, një modeste, e pranojmë, një modeste. Vajzat ngjajnë ty apo burrit? Vajzat e madhja ngjan burrit, ndërsa e vogla çushtojnë tjerë, ngjan një. Okej. Që, rapshevone, bëra tash një. Si të duket e imja? Shumë mirë, ma mirë se si për herë të parë, nuk jam keq. Shqyqyr që vjera, së kanë shep për aty, se... Unë do dalë të kërkoj vjerën dhe pak. Po, gjithësësi pësi. Do bëj dhe 2 muaj bëjt e me të. Veç i shola... Sepse erdha deri këtu, lasë të pak për vjerë. Do të lë pak. Po, ti ki pak? Po, pse jo? Do i ki pak. Veç vazhdo. Në një ambient tjetër, flasim edhe pak me vjerën. Vjerën është... Po vi me Doreza. Si jeni? Po, mirë. Si ja kaloni? Mirë. Po, ndjeni mirë në këtë ambient, keni ambient shumë të bukur. I keni njerëzit afër, me punë, me shtëpi, me çdo gjë. Ja, mirë. Jeni mirë. Krejt, ja, mirë. Mirë, sa të mundu me hije me darë mirë do të me thonë. Shumë mirë. Kisha një pyetje, se më ngeli merak, kur po flisja me Shkëndijën, thash sa mirë që je dhe familjarë, je dhe e angazhuar profesionalisht. Po. Unë jam beqare për vete, edhe kam 30 vjetë që jetoj këtu. Më shparfa jam ne. Por, mendoj nga njerë, thema do kishit pranuar vjerat, nënat sot, një vajzë, për shumë që nuk ditë gatuaj, si puna ime. Nuk do të bëj as byrek, as fli, as lokume, as pedulla, as gjë, nuk ditë gatuaj. Po ti tashi kjo
Ke përbot bashkë për zë me djallin tem, se si nusët ke. Për edhe na du të me kënd kënasht, këta një arsefti që janë mirë, ta në ato vinë kadal. Mësot, mësën gjuhën, mësën bukën, mësën familjen, gjohë si shkën anash, krejt I banë. Dal nga dal, e rëndësishme është dashuria, ti është të kalosh mirë me burrin. Shkëndije pas të mbaruar. Hajde, pora punit. Po, vjera jote më bati goxha me muhabet. Kishte të drejtë, kishte vjerën shumë të mirë. Po. Edhe se kisha moj. Edhe ta të ka dhënë 90. Byrekun e pas ke bërë për mrekulli? Shpresoj. Nuk të ndihmova dot shumë. S'ka lidhje. Me rëndësi tash mu merr familja, po të rëkëdira, edhe ty po ta lotash ti ke pjesën. Përshëndetje. Përshëndetje. Qënë ka që le të bësh byrek, po. Sa mirë. Po, u njohëm pak më përpara, bëm një bisedë shumë të shkurtër, I thash çfarë note I jep nusës? Tha 10. Pa u menduar 2 herë, kurse për vajzat ta janë të pikturuar tha si në kartolina. Po mbesa, duke që cila gjyshe për mbesat e veta. Që janë gjashtu që shtash. Po, e vërtetë, që janë shumë të mira. Unë I falenderoj shumë për mikpritjen, për ftesën për darkë, për eksperiencën. Nuk do të harroj kurrë dhe thash para se të hyj është një intervistë me shumë domethënie për mua sepse është e para që unë jam e ftuar në shtëpinë e dikujt. Edhe është për mua ndër shumë I madh. Faleminderit. Faleminderit gjithashtu Bora, faleminderit për vizitën, ishte kënaqësi për neve, edhe shpresoj që keni me ardhur prapë. Shëndetje, unë kam edhe një dhuratë vogël për ty para se të darkojmë, do ta sjell tani. Është kam edhe një dhuratë pastaj. Unë këtë vit, jo vitin e kaluar, kam shkruar një libër që bëhet fjalë për gruan e fortë, From a Pitch to a Punch. Janë 69 këshilla për një tim më të fortë. Kam dëshirë të ta dhuroj sot ty. Shëra e parë që e bëj në një emision, shpresoj të të pëlqejë. Faleminderit. Dhe pres përshtypjen tënde. Dhe do ta rekomandoj edhe grave tjera për ndryshe klientëve. Faleminderit shumë. Faleminderit, falenderoj shumë, ishte me vërtet kënaqësi. Shpresoj që nuk kemi qenë shumë të sinqerta, mirë po sinqeriteti mendoj që është virtyti më I mirë që mund ta ketë një njeri. Në patjetër. Në vazhdimsi shumë suksesa, edhe shpresoj që çdo gjë të eci për ju si gjithmonë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Unë sot kam nderin me një përparse të mbyll këtë emision dhe do ta mbaj gjatë gjithë kësaj mbrëmje sepse po më pëlqen jashtëmadse shumë. Unë ju përshëndes ju uroj në vazhdimsi një mbrëmje të këndshme. Mos harroni të na ndiqni për te kufive me Malbora Gurrën. Shihemi si çdo të diel në orën 18. Natën e mirë. Nisni një udhëtim elegancë dhe aventure me shërbimet tona. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München,
Hannover, Düsseldorf, Münster Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell.